إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, të gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut. Atë e falenderojmë ndihmë dhe falë vetëm prej Tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim nga e keqja e vetëve tona dhe punët tona të liga. Atë që Allahu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush humbet prej saj dhe atë që ai e humbi nuk ka kush udhëzon përpos tij. Dëshmoj se nuk e të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut të vetëm dhe të paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij. Mbi të qoftë lëvdata e shumt dhe shpëtimi I madh I Allahut mbi gratë, familjarët, shokët e Tij besnik dhe të gjithë ata që pasojnë me përpimëri rrugën e Tij deri në ditën e llogarisë. Robt Allahut, e porosis veten time dhe ju për takwa Allah, për devotshmëri dhe për kushtim të kashit Allahut. Vërtet ai I cili friksohet Allahut dhe është I përkushtuar kashit Tij, Allahu e mbron dhe ruan atë dhe orienton për të hajri I çështjeve të fesë dhe të dynjas së tij. Të nderuar besimtarë, do të flasim sot për një çështje tepër të rëndësishme dhe tepër të rrezikshme për së cilës duhet të ruhet çdo musliman dhe muslimane. Ato janë 7 gjunahet rënuese dhe shkatëruese, për cilët nga Abu Huraira, Allahu që të kënaqë me të, se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë: ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hun, wa fi riwaya ma hiya? Qala ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil-haqq wa aklu mal al-yatim wa aklu ar-riba وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Pra Abu Huraira, Allahu që të kënaqë me të, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: më njanoni, pra largoni 7 gjunaheve shkatëruese. I thanë: o I dërguari I Allahut, e cilat janë ato? Tha: shirku Allahut, pra ti bësh ortak Allahut në adhurimin e Tij. Pastaj tha: magjia, vrasja e njeriu që Allahu ka ndaluar verse me hak, ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, largimi nga fushbeteja dhe përballja me armikun dhe akuzimi I besimtarëve të ndeshme dhe të dlira. Pra në këtë hadith, barakallahu fikum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e paralajmëron ummetin e tij nga rënja në gjunahet shkatëruese, të cilat e dërmojnë, e shkatërojnë dhe e fundosin robin nëse bie në to, dhe gjithë secila prej tyre e hedh veprosin e saj në shkatërim. Allah na ruaj prej tij. E para e tyre, siç e dëgjuam në hadith, dhe më e keqja dhe më e rrezikshmja është shirku. Pra ti bësh ortak Allahut në adhurimin e Tij. Ky është gjunahu që nuk e fal Allahu kurrë dhe me të nuk pranohet asnjë vepër e mirë, sado e madhe qoftë ajo. Thot Allahu Teala: inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Thot vërtet Allahu nuk e fal që ti bëhet ortak Atij dhe fal poshtë këtij gjunahu atë që do prej gjunave të tjera. Dhe thot në ajetin tjetër: innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna
o ma'wahun nar ma lidh-dhalimin min ansar. Pa dyshim se ai që i bën ortak Allahut, Allahu e ka bërë ati haram xhennetin dhe vend strehimi i tij është zjarri dhe për zullumqarët nuk ka ndihmëtar. Dhe thot në ajetin tjetër: "Wala in ashrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." E nëse ti, o Muhammed, do të bësh shirk, vërtet do të asgjësohen veprat e tua dhe në botën tjetër do të jesh prej të humburve dhe të shkatëruarve. Pra, kur sakrifikon një kafsh, fer kurban një kafsh, apo zotohet, apo bën ruku, apo sejdë për të tjerë përpas Allahut, apo betohet në krijesat, duke i madhruar ato siç madhron Allahun, apo i kërkon të vdekurit në varr, ato që ka nevojë, si për shembull ti kërkoj atij fëmijë, apo ti lutet, apo ta thras e ti kërkoj ndihmë prej armikut, apo ti kërkoj atij ndihmë në çështje të cilat nuk ka mundësi askush tjetër posa Allahut, ky ka bërë shirk dhe i ka vendosur ortak Allahut te barotale, i cili është i vetëm dhe i pa ortak. Shirku, Allahu nderoft, është i fshet dhe i dukshëm. Prej shirku të fshet është rijaja, syefajësia, apo lënia e veprës për hatër të njerëzve. Dhe prej shirku të dukshëm është ajo që ndodh tek varet, tek tyrbet, tek teqet, varet e profetëve apo njerëzve të mirë, nga ana e muslimanëve të paditur dhe ignorantë të ngjashme me ta. Prej tawafit që bëjnë rreth vareve dhe lutjes së banorëve të tyre me gjëra të rëndësishme, dhe në rast të vështirësie, ata që ndrojnë në formë adhurime të këto vare dhe kapen mbas tyre në kërkim të bereqetit apo fëmijës apo martesës e të ngjashme me këto që nuk i kanë ndodhur se Allahu subhanahu wa taala. Gjunahu dytë shkatërues që dëgjuan në këtë hadith, Allahu nderoft, është magjia. Në të ka bashkim mes kufrit, femohimit dhe dëmtimit të njerëzve. Dhe njerëzit e thjesht dhe ignorant mendojnë se magjistari ka fuqi dhe pushtet në sundimin e Allahut pa lejen e tij, gjë që s'është e vërtetë. Allahu lartësuar thot në surën Al-Baqara, që historia e Sulejmanit alayhis salam thot: "Wa ma hum bid-darrin bihi min ahadin illa bi idhnillah." Ata të dy melekët që mëson njerëzve magjin nuk dëmtonin askënd verse me lejen e Allahut, pra si sprovë prej Allahut subhanahu wa taala. Dietarët e Islamit kanë rënë dakord se të mësosh magjin, apo të mësosh atë të tjerëve, apo të praktikosh atë është haram, pra është gjunah i madh dhe është dalje nga feja. Ka thënë Imam Malik, Allahu mëshiroft, dhe i grup prej sahabëve dhe tabiinëve, se praktikimi i magjisë është kufër, është femohim për del nga feja dhe obligon vrasjen e magjistarit. Prisi besimtarëve Omar ibn Khattabi, Allahu që të kënaqë me të, urdhroi gjithë mëkamësit e përfaqësuesit e tij në përgjithësinë islame që magjistarët të kapen dhe të vriten. Nëna e besimtarëve Hafsa, Allahu që të kënaqë me të, e vrau një shërptore dhe robresh të saj që ishte magjistare. Gjundub ibn Abdillah, prej sahabëve, e vrau një magjistar që ishte duke bërë magji tek një prej prisa Islam, tek Walid ibn Uqba. Pra ky është dënimi i magjistarit në këtë botë. Gjunahu i tretë shkatërues është vrasja e njeriut, ti marrësh jetën njeriut të pafajshëm, që s'ka vrar njeri dhe as ka bërë fesad në tokë, s'ka bërë shturje në tokë. Ky është një krim tepër i madh që hedh frikësim dhe frikë dhe tmerr në zemrat e njerëzve, e lëkund sigurinë e tyre, e përçan umetin, i ndërprend lidhjet vllazërore dhe përhap urrejtje mlef mes njerëzve. Sa krimi i turpshëm dhe rrezikshëm është pra vrasja pa të drejtë. Thot Allahu Teala: "Man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a." Thot i lartësuari, ndaj kush e vret një njeri pa shkak, dhe i cili nuk ka bërë fesad dhe shturje në tokë, është sikur ta ketë vrarë gjithë njerëzimin. Gjunahu i katërt, barakallahu fik, është ngrënia e kamatës, pra ribaja. Për të do të flasim në pjesën e dytë të kësaj hutbe. I them këto fjalë dhe kërkoj falë Allahut për mua dhe për ju. Kërkojnë ati falje, vërtet ai është falës dhe mëshirues i madh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ngrënia e kamatës, ky gjuna i madh dhe i turpshëm, në praktikimin e saj ka luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij, pra i ka shpallur luftë Allahut dhe të dërguarit e tij, o ti që e ha kamatën. Dhe ajo kamata obligon dënimin me zjarr. Kamata e dëmton dhe shkatëron ekonominë e njerëzve edhe të vendeve. Dhe ajo meriton mallkimin e Allahut dhe zemërimin e tij. Ndaj pejgamberi selam në hadithin e saktë ka thënë se Allahu e ka mallkuar atë që e ha kamatën, atë që ja jep kamatën, atë që shkruajsin e kamatës dhe dy dëshmitarët e saj. Allahu na ruaj prej kësaj, pra prej këtij gjunahu shkatërues, prej kamatës. Dhe kanë thënë se 1 dirhem kamat është më e rëndë se të bërë zina me nënën tënde, Allah në rujtë. E pesta prej gjunave shkatëruese është ngrënia e pasurisë së jetimit, së bonjakut. E drejta e jetimve mbi njerëzit është që njerëzit kujdesen për ta, të merren me edukimin e tyre dhe të prekupohen me çështjen e tyre, të mundohen të ashtojnë pasurinë dhe të ndihmojnë ata derisa të arrijnë moshën madhore. Pra që ta kuptojnë çfarë është e drejtë dhe e mirë për ta. Allahu subhanahu wa taala i ka qortuar dhe i ka kërcënuar ashpër në librin e tij ata që e han pasurinë e jetimit me të padrejtë, thotë i lartësuari: innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Thot pa dyshim se ata të cilët e han me të padrejtë pasurinë e jetimit, vërtet ata hudhin zjarr në barqet e tyre dhe do të hidhen në zjarrin flakërues. Allahu na ruaj. E gjashta prej gjunaheve shkatëruese është largimi dhe kthimi i shpinës nga fushbeteja. Jo më zaf është kur përballen dy armiqt, kur përballen muslimanët me ushtrinë armike. Pra ushtria islame me ushtrinë armike. Kthimi i shpinës tregon frikacakëri dhe në të ka dobësim të forcës dhe unitetit e muslimanëve, ka tradhti ndaj tyre dhe prishje të fesë, duke u dhënë mundësi jo besimtarëve dhe armiqve mbi gjakun e muslimanëve, mbi gratë dhe mbi pasuritë e tyre. Andaj nuk i lejohet muslimanit që t'ja mbath nga betejë si frikacak, sepse ai gjithsesi është i fituar, ose fitore çlirimi i vendeve të pushtuara nga armiku dhe triumf i islamit dhe plaç lufte, ose bie shahid, bie dëshmor në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na mëson këtë gjë. E shtata është përfolja e besimtarëve të ndershme, të pastra dhe të lira, dhe akuzimi i tyre me zina dhe me paturpsi. Prandaj quajti al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Janë të ruajtura, e ruajnë nderin e tyre dhe janë ghafilet, aso ka shkuar ndërmend me bozina. Ti akuzon një të tillë dhe janë besimtare. E din dëmin e imoralitetit paturpsisë. Vërtet ky është një krim tepër i madh, padrejësi e madhe, të drejtohesh një gruaje fisnike, të ruajtur, të lirë, larg dyshimeve. Pra që as i shkon në mendje dhe në zemër paturpsia dhe ta akuzosh atë me zina dhe me imoralitet, kush e bën këtë gjë duhet sjell 4 dëshmitar. Por ndryshe ai është gënjeshtar tek Allahu, është i prishur, te atij nuk i pranohet dëshmia kurrë, dhe është obligim i prisit që t'japi dënimin atij 18 kamzhik, dhe nuk i pranohet dëshmia atij kurrë. Ky është problemi i tij në dynja, kurse në ahiret, pra në botën tjetër ka ndëshkim për Allahu tabaraka taala për të shpifje dhe vepër të ulët. Thot Allahu i lartësuar: innal ladhina yarmuna al-muhsanati al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa lahum adhabun 'adhim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Thot i lartësuar i vërtet ata që akuzojnë me të padrejtë
besimtarët e ndershme dhe të lira, këta janë mallkuar në dunja dhe në ahiret, dhe për ta kanë dëshkim të madh ditën kur do të dëshmojnë kundër atyre, gjuhët e tyre, duart e tyre dhe këmbët e tyre, për atë shka patën vepruar. Ndaj, dha musliman dhe muslimane, largohu, më njanohu totalisht nga këto gjuna e shkatrimtare dhe mos e ndot, mos e bëj pjesë shpirtin tënd me asgjë prej tyre, sepse do të bëhet obligim urrejtja e Allahut dhe zemrimi i tij, krahas urrejtjes së njerëzve dhe zemrit e njerëzve mbi tyre dhe përshmimit të tyre. Dhe dije Allah begatoft se gjunahet e mëdha janë më shumë se këto të shtata. E pyeti një burr Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, i tha, a 7 janë gjunahet e mëdha? Tha jo, ato janë afro 700. Pra këto 7 janë përmendur këtë hadith, përse tha, ato janë afro 700 gjunahe të mëdha, Allah na ruaj prej tyre. Ndaj njihi dhe mësoj gjunahet e mëdha dhe largohu prej tyre, ashtu që të falë Allahu ty gjunahet e vogla. Thot Allah i lartësuar në ajetin fisnik, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Thot, nëse ju më njanoni nga gjunahet e mëdha, prej të cilave u kemi ndaluar prej tyre, do t'u ashlyejmë gjunahet tuaja të vogla dhe do t'u fushim në xhenet me një hyrje fisnike. Allah në bëf prej tyre. Disa nga dobit e këtij hadithi barakallahu fikum, së pari butësia dhe mëshira e madhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me umetin e tij, duke qenë që na orientoi tek e mira që ai di për ne dhe na ka parimruar nga sherri dhe keqja që ai di për ne që të ruhemi prej tij. Së dyti është obligim largimi nga këto gjuna shkatëruese, rënuese, prej të cilave dëgjuam për rindrimin e profetit fesnik dhe nga të tjera gjuna të mëdha që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet. Thonë dietarët, çdo ajet apo hadith që përfundon me mallkim, dëshkim dhe zemrim të Allahut, ky është gjunahu madh. Çdo vepër që ka çfarë, mallkimi i Allahut, zemrimi i Allahut, dëshkimi i Allahut mbi të, qoftë me gjunë Allah, pra qoftë në Kur'an apo gjuna e pejgamberit selam, dijeni se ky është gjunahu madh. Kjo është njësia matëse. Dhe dobia e tretë më i madhe i gjunave është shirku. Ti vendosur ortak Allahut. Ai është gjunahu që nuk falet sigurisht verse me tobe. Por se kush vdes në shirk të madh, ai është përjetësisht në zjarr dhe nuk do të dali kur prej tij. Elusë Allahun xhalla fi ula, na bëjnë edhe ju për ato që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ato më së miri. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعل للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.